Ndryshe në Top Albania Radio. Rikthehemi këtu në Ndryshe në Top Albania Radio. Kemi harruar të themi që jemi në kanalin numër 10 në digital, se na shohin shumë tani nga digital. Tashmë jo vetëm që na dëgjojnë, po dhe na shohin tani. Yes, jemi edhe në digital. Dhe jemi me deputetin e PD-s, Klevis Balliun, që është një nga, po them, një nga figurat që me shumë, po them, elegancë, mos jo për pavarësisht se ti ke qenë shumë i addiktit, më thënë, ke qenë nga ato që ke qenë në pa, po eleganca është që ti nuk ke hequr asnjëherë dorë nga kjo gjëja që ke bërë. Dhe kështu që ti e bërë një zë interesant në PD. Nuk e di s'mendon Berisha për ty. Sa mendon Berisha për ty? Po tu duhet thresni Berishën një ditë ta pyesni. E kemi në plan, po. E kemi në plan. Nëse do ta kushtojë. E kemi bërë pyetjen. M'fal. Po. E lam për. Mund të jetë pasardhës i Berishës? Ta thash po. Berisha. Si Berisha? Po tani pas Berishës vjen Berisha. Argita Berisha për shembull, jo. Shkëlqen Berisha. Tash atë, shiko, liderat përgjithsisht nuk merret që do ta thot Levisi apo ta gjej ky Blesnej herë thonë edhe kë do le Sali Berisha. Lideri nuk ka për detyrë të gjejë një lider. Një që la dështoj. Jo, po lideri nuk ka për detyrë të gjejë lider. Lideri ka për detyrë të jetë lider. Dhe ai që do të bëhet, vi, garoj, ta marrë, ashtu është lider, se po të vendosin nuk kemë më pasaj. Kur ne pyesim nga këto pyetjet tona Ngacmuse, të lezetshme me shumë ngjyra roz. Këmu ky shef ti si drejtues PD-s. Ky shef ti aty brenda bisedave tuaja, brenda takimeve tuaja. Ke në emër jo? Jo, nuk mund të them sepse vjen në një moment mund të jetë një person që unë sot mund mos ta mendoj fare që është ai. Dhe ndërkohë vjen momenti dhe ai del zot dhe të vjen automatikisht. Askush nuk Ervin Saliani. Askush mund ta mendonte se ta mendoj se kush do ishte kryetar në 2005, kush do ishte kryetar pas Sali Berishës. Sido që ti je demokrat, unë po flas si një popull apolitik vet. Berisha do jetë deri në fund jetës vet. Kryetari PD-s. Ju bëni çfarë doni. Sali Berisha do jetë aty për sa kohë e votojnë demokratët. Po pëlqen për ca gjëra? Për sa kohë e votojnë demokratët. Lezetshëm është. Shiko, kalojmë te ca pyetje më fani, më të lehta se jemi në 20 minutën e fundit me Klevisin. 37 ora. Për shembull, Zoti Balliu, tek pyetjet më të lehta u bëjmë serioze. Po të mos ishit politikan, çfarë do ishit ju sot? Se di, base gazetar. Base gazetar, se dhe babi ka qenë. Ke menduar ndonjëherë të jesh në radio, në një podcast ndin në një? Po, jo, këto më pëlqejnë. Unë i përdor shpesh edhe videot edhe këto dhe rrjetet sociale i aktiv. Po, është vërtet. I përdor, jam një formë shumë e mirë për të komunikuar, sidomos me brezin tim dhe brezin më të ri se unë. Dhe edhe më pëlqen si ide, më pëlqen kjo liria për të qenë krijues, se kur jeni me një podcast apo ke një gjë të ndën edhe i lirë të rrjetet sociale ta japin këtë që nuk ke nevojë që të jesh gjithmonë atë. Do të thotë që ti ke mund të bësh një podcastin tënd. Po, nuk e përjashtoj. Sa bukur. Do na ftoshe? Ftoj patjetër. Dëgjoj, është interesante, një politikan që fton patjetër. Cili është zakoni juaj më i çuditshëm jashtë politikës? Me çuditshmi? Zakon? Ka një zakon një zakon të çuditshëm. Zakon çuditshëm, nuk di të them, nuk. Sa ka një gjë që ti nuk ta din tjetër që ti e bën për shembull. Ke një talent ti në jetë? Përveç se di se jam talent, po kam qejf të pikturoj. Se kam nga gjyshi im ka qenë piktor dhe ti e di se nga Elbasani po. Ka qenë piktor shumë i mirë, ka qenë nga të fundit që bënte pikturën me spatull dhe ka pikturë me vetëm pikturën e vetëm me kështu me spatull është një version mënyra se si bëhet. Për ti e kam pak atë si pasion, do shpesh herë pikturoj. Po je ke këto pikturat realiste apo je kështu abstraksionist? Jo, realiste. Ato abstraktet ja kemi lënë ti. Tek pyetja numër 4 e kemi lënë i dashur. Un kam një pyetje tjetër. Kush është socialisti që ti pi kafe? Nga deputetët socialistë që ti pi kafe ke shok. Jo, më thon drejtën, tash që nuk pi kafe, jo se nuk do e pija një kafe me një njerëz që të keq i kafe socialist apo. Socialist tani në kuptimin deputet socialist. Jo. Deputet që të pi kafe, jo nuk ka. Shiko, të mund Klevisi e pi çdo mas ditë kafen me babin e vet aty të laq.
ke të dy çdo pasdite dhe me djalin e vogël që bën shëtitje. Po, Oliveri zemra. Kush të bën për qeshën parlament? Që qeshni me atë. Edhe ti po dhe ju demokratët. Tani ka disa personazhe aty që Ama se ka ca prurë të reja që janë ka ca prurë të reja, po tani për mos i rënë qaf, po ka ca prurë të reja të cilat flasin për gjëra që as nuk e kuptojnë. As nuk e kuptojnë, as nuk e dim pse po e thon, dhe kanë ato të vetë, por mos i sulmuar kështu që janë apo s'janë, po thjesht. S'do të thosh emra? Ja, nuk do të them emra, po ka ca njerëz që do bësh viral, pse? Thuaj. Ka ca njerëz që janë. Ama kush bën më shumë e qesh në parlament? Ka të ndryshëm aty që të bëjnë për qesh. Mua aty më bën për qesh kur shikoj këta që çohen këta të PS se thon rregulloria, ndërkohë që këta spysin për ligjin. Ta thon rregulloria është shumë problem. Ligji këtej shkëlqen me të dyja këmbët. Kushtetuta me dyja këmbët, problem rregulloria se duhet hysh me kollarës, Mendon ti që Belinda Balluku është bukuroshe? E kam dhënë një përgjigjen për atë punë. Ajo si ta shikojnë njerëzit. Jo flas kështu nga ana fizike. Nga ana fizike të gjitha zonjat të bukura janë. Të bukura. Të gjitha zonjat të bukura janë, por kavalier, s'ka. Problemi i saj është me ligjin, nuk është me pasqyrë. Nuk është me pasqyrë, okay, mbej. A keni ndonjë moment që thoni, po pse nuk u bëra unë influencer më mirë se sa politikan? Jo, e kam qef politike, nuk e kam qef politike. E kam dashur e dua. Nëse do duhet të zgjidhit me një fjalimi midis një fjalimi politik dhe një video TikToku që bëhet super virale, cilën do të zgjidhnet? Po mund bësh një video TikToku me një fjalim politik që bëhet super virale. Siç ishte rasti i Belindës dhe Yti në parlament me Bukurosh. Është një video që ka marrë miliona klikime. Po, 1.2 milion. A është video më i klikuar ndoshta? Te faqet e mia po. Po. Kleviz, me që ti ke pasion për të bërë dhe podcast, mund ta bësh në të ardhmen. Po. Do ta ftosh Ramën në podcast? S'do vinte. Sa ai do pyetje të para përgatitura. Nëse se do vinte. Ai do pyetje të para përgatitura, nuk vjen. Mirë, nëse do vinte, po marr një. Po do vinte. Hipotetike. Kush është pyetja e parë që do i bëj Ramës? Pyetja e parë që do t'i bëja Edi Ramës kur po të ishte në podcast. Pse s'ngopesh? Me para? Po. S'ngopet. Domethënë, me para apo me pushtet? Pse ka qenë ngopur? Me para sa i pushtetin e ka për para, smundja e tij janë parat. Ai gjëja e parë që bëri kur erdhi në pushtet 2013-ën ishte të ndroi vilat e qeverisë mbushur me koltuqe, treja, me jacuzzi, me ai do luksin. Është i smur pas paras. Domethënë ai erdhi, ju mbani mend më mirë se unë, kishte deklaruar 3 milion lekë në bank dhe i shtëpi me qera. Nuk kaluan 2 javë, doli me një shtëpi 6000 metra katror në Surrel, dhe se nga i dolën 1.2 milion, 2 milion euro në bank. Dhe të gjitha këto thanë erdhën nga martesa, se martesa u bë për këtë punë. Martesa e dytë. Martesa u bë për këtë punë që pra ajo që do i pyesja është pse s'ngopësh, edhe një pyetje tjetër ishte çfarë ke me këtë popull, çfarë kanë bërë ty këta? Do ti 13 vjet, 4 vjet ka qenë ministër. Ky popull e ka votuar, ka 13 vjet që e voton. Pse urren? Pse vjedh? Se ta vjedhësh një popull, do ta urresh. Ta shpopullosh një vend, duhet ta urresh vendin tënd. Ne kemi vetëm sot ka dalur një studim i ri, 1 në 4 shqiptar ka ikur në emigrim. Pra nuk ndodhin rastësisht këto gjëra, janë për dhe po ti ishte aty do ta pyesja sinqerisht që e para pse nuk ngopesh? Do thoshte se janë vërteta, asnjëra nga këto janë vërteta, do thoshte. Po atë se thot do taj. Tani pyetjen s'po tham, s'po merrem me përgjigjen. Përgjigjen e tani, po. A keni ndonjë mëkat politik që nuk e keni pranuar publikisht? Ja ta them unë. Mëkat politik. Djegja e mandateve. Jo. Jo? Unë kur e kam djegur mandatin, kam djegur me vetdije të plot, sepse shikoj, unë isha deputet i Pogradecit. Dhe përfaqësoja dhe zonën e Mokrës, nga cilën e jemi me origjinë. Mokra është 1300 metra mbi nivelin e detit. Ndërkohë qeveria e kishte shpallur zonë fushore, pasi Lushnja. Mokra 1300 metra mbi nivelin e detit dhe pagonin taksat njësoj si Lushnja. Ashtu i ka qef Rama. Dhe këta pagonin taksat njësoj dhe unë i kërkoja parlamentit që shpalleni zonë malore. Që po të jetë një zonë malore, ato paguajnë më pak taksa. Nuk e bëja dot. Domethënë unë si deputet nuk vazhdon të jetë zonë fushore, Mokra? Po, vazhdon. Dhe unë si deputet, domethënë, një zonë malore nuk e shpallja dot zonë malore, dhe nuk e kuptoja ç'a kuptimi kishte më ky mandat.
Dhe në atë formë tham atë të sakrifikojmë, atë ta provojmë një herë, dhe ta djegim. Dhe unë e kam bërë me bindje plot që ka qenë rruga e dur dhe nuk bëhem pishman. Një fjalë nëse ti do të përshkruaje politikën shqiptare, përveç asaj fjalës që njohim gjithë. Politika është putan. Jo. Jo ti. Unë thash unë. Politika është Për mua një fjalë që do ta përshkruante politikën shqiptare nuk di të them, po politika shqiptare është çuditshme. Është çudi. Publicitet. Ndryshe, në Top Albania Radio. Është momenti për të falenderuar Max Optikën, rjetin më të madh të dyqaneve të syzeve në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoni, kudo ku jetojnë shqiptarë. Super oferta për Max Optikën vazhdon, 50% ulje për skeletet optike dhe vizitat janë falas. Por gjithashtu duhet të njiheni dhe me koleksionin e ri të syzeve të emrave më të famshme që janë në treg, i keni në Max Optika edhe ato me ulje, por me ulje të mëdha janë skeletet optike minus 50% dhe vizita falas në Max Optika. Bravo Lona. Ku bëhet fjalë për Max Optikën ti nuk e di pse shpërbash. Ti ke syze, unë nuk flas për Max Optikën. Jo, do bëj ta bëj shpejt Klevizit sepse më pëlqen. Yes, jemi në ritëm, jemi. Ditë gatuash Kleviz? Po, ditë gatuar. Çka gatuan më mirë? Jo ndonjë gjë të veçantë, po Kështu pilaf, unë të çaj, makarona kështu gjësh po. Po Peshku bëj një mishin. kështu spageti me karkaleca dhe me uzo. Me muzo? Po, me uzo. Po mirë më për komshien poshtë, me ndu me herë, cilësh një pjatë të ngrohtë. Atëherë kur bësh, në çon si pjatë lonës. Po, Ke fobi nga gjëra kështu përveç socializmit? Gjerprin. Gjerprin. Aty afër. Ditë këndosh? Ja, ja them. Fare. Po për të kërce? Ja, bëj sikur kërcej. Hedh lekë për dasma? Ja. Pin alkool? Alkool po. Pi ndonjëherë. Jo shpesh, po pi. Ça vera është më kështu? Më përpara po e pija një gotë verë, kurse tani për shkak nëse do dal pi një gotë gin tonic. Janë fundjavat si dikur në rini apo? Jo, unë dal shumë Kthesa politike dhe familjare ka ndryshuar. Unë dal shumë rrallë. Unë përgjithsisht kam preferoj të haj në shtëpi, drekat, darkat i preferoj të jem në shtëpi. Nuk dal shpesh, dal rrallë, por jo që po dola fundjavësh. Jeti do të thënë kundërshtari i gjërave që thot babi apo çdo gjë që thot babi ti je okay. Çdo ditë vetëm debat kemi. Debat kemi. Para se të vija këtu debat kish. Për çfarë? Për barazi gjinore. Po dhe për atë bëjmë debat, për vërtet, edhe për atë kemi bërë debat. Do të thënë bëri debat gjithkohës, Po, bëjmë debat gjithkohës, kuptohet, unë e kam fat që e kam këshilltarin tim kryesor se e kam dhe pa pagesë. Po pra, do të shpresja. Kush ka ndihmuar për rrugtimin tënd politik dhe babi do të jetë emri i parë. Patjetër. Babi është kryesori që ka qenë ai. Ka ndikuar politika në jetën tënde personale? Po, ka ndikuar se Je ikur, je në disa gjëra do t'i kesh pak më ndryshe, s'ke shumë kohë. Fakti që larg familjes është pjesa më e vështirë. Unë jam shumë i lidhur me mamin tim, edhe me motrën dhe me babin dhe gjithë, po me mamin në mënyrë të veçantë, por gjithkohës. Si janë çunat përgjithësi. Po. Dhe gjithkohës nuk mbje rasti të takoj edhe me çunin, për shkak ndonjëherë shpeshherë me Fiorelën që ti e njeh. Jo erdhe, jo s'erdhe, jo ndete, jo pse s'po ikim, jo pse s'po dalim, jo kjo puna, sidomos kur ishin ato protestat e Unazës që ishte edhe koha që ne po njiheshim, edhe shpeshherë përdor 420 ditë kam prit që dalim një herë darkë se më thonë je atje, se ajo ishte çdo ditë natën, unë s'kisha. Kush është kritiku më i madh në familje, mami, babi apo nusja? Për mua, për ty. Që thonë që se bëre mirë këtë, po pse i the kështu? Kritiku më i madh për vërtetës është motra. Oh? Po, motra është kritika më e madhe, është motra që un kam një marrëdhënie shumë të ngushtë. Motra ka të bëjë me politikën apo është përfshirë politik? Nuk është e përfshirë në politik, ka qenë në tash ne të gjithë jemi pak forumet tek këtu. Gjithë jemi pak se jemi si familje në kuptimin e kësaj. Si familje demokrate. Po, edhe ashtu po me atë këshillohem shpesh, ajo si thuhet quhet si the brain in the family. Truri i familjes. Po. Ama e gjithë familja dha bekimin sot për qenë
Klevisi këtu. Ashtu. Ai ke Elona, ke Salsano, to Albania. Edhe ne fakt jemi shumë të kënaqur që ishte sa emision tonë. Shumë faleminderit Klevis Balliu që le punët e tua edhe na erdhe sot në emision. Sigurisht do kesh ftesa të tjera. Domethënë sa më shumë zhurmë bën ti në terren, parlament, aq më shumë kemi dhe ne dëshirë. Tani pyetja fundit, me që jemi kështu se kemi me që kjo puna e zgjedhjeve në Tiranë u mbyll. Ju do vazhdoni me të njëjtin kandidat edhe për zgjedhjet e tjera apo nuk është vendosur kjo? Pse jo, Flori është shpritur mjaft mirë, madje unë besoj që edhe vendimi i gjykatës kushtetuese ka pas të bëjë në fakt me frikën e Edi Ramës që udhëzoi ata të vetët që të ndalojnë këto zgjedhje. A pse kështu mendon, që u bë pikërisht që mos bëshin zgjedhje. Se sondazhet thonin 50-50, një gjë e tillë, Kur sondazhet në një shtet të kapur thon 50-50, do të thotë që janë 60-40 për opozitën. Pa ja, mama se s'është ashtu, se dha të 50-50. Mirë, 70-30. 6-7, se ç'është një gjë më Faleminderit shumë. Faleminderit ju. Edhe suksese në punën tënde. Faleminderit gjithashtu edhe ju. Ne do takojemi mbase edhe në podcastin e Klevisit, po gjithsesi me dëgjuesit tanë do takojemi të martën tjetër. Deri atëherë, Shimosi, më je interesit ti. Si Po bie? ke Eriola Doçën më në pjesë dytë. nuk është pjesa dytë kjo më? Nga që po shifja klon. Faleminderit Klevis, Unë gjithmonë të shoh sukses të punës së tua.